Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Pazari Gjirokastrës mirëpriti festivalin ndërkombëtar të agroturizmit, kulinarisë dhe trashëgimisë kulturore. Përmes artizanatit, folklorit dhe promovimit të shtigjeve turistike, aktiviteti synoi të nxjerrë në pa vlera dhe potenciale turistike të qarkut. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të agroturizmit në Gjirokastër u organizua edhe një panairi dedikuar gatimeve tradicionale nga zona të ndryshme të qarkut. Mjeshtrat e kulinarisë sollën në një hapësirë të vetme shije autentike që pasqyrojnë trashëgiminë gastronomike të krahinës, duke tërhequr interesin e vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj. Është promovuar sot në Gjirokastër libri Melodi poetike. Në të janë përmbledhur poezi të 5 poeteve të minoritetit etnik grek në Shqipëri të përkthyera nga greqishtja nga Sotir Çati. 170 sportistë nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë u bën pjesë e Kupës së Shqipërisë në kickboxing. Ky organizim i Federatës Shqiptare të Kickboxing, mbështetur nga Bashkia Gjirokastër, vjen për herë të katërt në qytetin e Gurtë. Ju njohim tani më gjerësisht. Pazari Gjirokastrës mirëpriti festivalin ndërkombëtar të agroturizmit, kulinarisë dhe trashëgimisë kulturore. Përmes artizanatit, folklorit dhe promovimit të shtigjeve turistike, aktiviteti synoi të nxjerrë në pa vlerat dhe potencialet turistike të qarkut jugor. Agroturizmi, kulinaria dhe trashëgimia kulturore u bën bashkë në një aktivitet organizuar në pazarin e Gurtë të Gjirokastrës. Festivali mblodhi artizan, mjeshtër të gatimeve tradicionale dhe grupe folklorike, duke promovuar vlerat dhe traditat e zonës. Këngët polifonike, vallet tradicionale dhe tingujt e fyllit tërhoqën vëmendjen e banorëve dhe turistëve. Baza kryesore e këtij aktiviteti janë ekspozita e shtigjeve turistike në luginën e Drinos, trashëgimia e kulinarisë nga të gjitha zonat, polifoni, valle, instrumenta, këngët e djepit dhe gjithçka është tradicionale në këtë luginë. Shtigje turistike i prin këtij aktiviteti që është shtegu Çepun, Manastiri Cepos, Kalaja e Kardhiqit, Guri Gjat Zhulat, Kacojthi Kolonjës, Kalaja e Shëndriadës, Manastiri Ispiles, Antigonea, ndërsa tjetër që përshkruan 2 bashki Dropull dhe Libohov është Ura e Glinës, Teqeja e Melanit, Kalaja e Libohovës, Ura e Zonjës. Kemi menduar që ne të pozicionojmë nëpërmjet figurave dhe lartësive shtigje turistike të zonave kodrinore të luginës së Drinos. Pjesë e festivalit organizuar nga SME Albania me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Sportit ishte edhe ekspozita e shtigjeve turistike ku prezantuan disa prej itinerareve që promovojnë natyrën, historinë dhe trashëgiminë e zonës së Gjirokastrës. Me këtë event jemi aktualisht në Gjirokastër për të promovuar trashëgiminë kulturore, turizmin gjithësinor, pra në 12 muaj vitit, duke përfshirë folklorin, duke përfshirë shtigjet të reja turistike që ne kemi promovuar për herë të parë, duke promovuar gjithë kulinarinë e zonës. Kemi hartuar 3 gujda të reja turistike, të cilat promovojnë shtigje të reja turistike me sajtet kulturore, me agroturizmat e zonës, pra kulinaria, folklori dhe sajtet turistike. Në festival morën pjesë grupe folklorike nga Gjirokastra, Dropulli dhe Libohova, të cilat përcollën përmes interpretimit të tyre pasurinë shpirtërore dhe kulturore. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të agroturizmit në Gjirokastër u organizua edhe një panairi dedikuar gatimeve tradicionale nga zona të ndryshme të qarkut. Mjeshtrat e kulinarisë sollën në një hapësirë të vetme shije autentike që pasqyrojnë trashëgiminë gastronomike të krahinës, duke tërhequr interesin e vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj. Panairi produkteve tradicionale i zhvilluar në kuadër të festivalit ndërkombëtar të agroturizmit në pazarin e Gjirokastrës solli një atmosferë të gjallë kulinarie, ku mjeshtrat e gatimeve prezantuan specialitete tradicionale nga zona të ndryshme të qarkut. Vizitorët patën mundësinë të shijonin dhe të njiheshin nga afër me një larmi gatimesh vendase që përfaqësojnë trashëgiminë gastronomike të krahinës. Dhe shikoj që të gjithë këta turistët që ndodhen sot janë të prekupuar dhe janë të interesuar që të njohin këto gatimet e Gjirokastrës. Jo vetëm kaq,
por marrin fotografi dhe pjesën edhe për cilat janë përbërëse me të cilat bëhen këto gatime tipike tradicionale. Jemi grupi i zonjave të Selos të polifonisë dhe përfaqësohemi këtu dhe me një tavolinë të pasur me traditat e fshatit, me gatime të ndryshme, me pije, me raki. Prezantojmë bashkinë Libohov, fshatin e Pravisht. Kemi gatimet e zonës. Kemi byreku me lakra, stecët e mbushura, qellopit me djath, qellopit me kunguj. Pjesëmarrësit e vlerësuan panairin si një mundësi të mirë për promovimin e prodhimeve lokale dhe zgjerimin e tregut për bizneset e vogla. Sot nuk ka marrë pjesë me gatimet e lunxhorisë zonës time, me dhiplën, me byrekun, me asuden, me qoftet, me sarmat, me të gjitha gatimet lunxhote. Këto janë promovim shumë i mirë i vlerave, i trashëgimisë kulturore që ka qyteti i Gjirokastrës. Ne po shikojmë që ka shumë turistë huaj që po e vizitojnë këtë qytet. Krahas siteve arkeologjike, krahas të gjitha muzeumeve, është dhe kulinaria e parisme e qytetit të Gjirokastrës dhe rrethinave përreth. Janë të rëndësishme sepse nuk kemi si ta humbasim traditën. Gjithë përpjekjet janë që të transmetojmë dhe breza dhe të ruajmë ato që kemi. Tjeta pastaj ku fillojnë e pastruojnë dhe ben, po nga tradita s'duhet lëvizim asnjëherë. Janë bukura të këndshme, absolutisht po, ka lezet edhe jap gjallëri qytetit. Këto aktivitete ndikojnë jo vetëm për të promovuar traditat e zonës, por edhe për potencialin ekonomik që ofrojnë produktet vendase. Në Tepele, qershori është kthyer në një muaj plot gjallëri me aktivitete të shumta arti dhe kulture. Bashkia Tepelen ka qenë aktive për gjatë gjithë muajit, por një atmosferë festive do të kulmojë me aktivitetet e dedikuara për javën e Alipashës dhe agroturizmit. Bashkia Tepelen do të zhvillojë një sër aktivitetesh të larmishme gjatë këtij muaji, që përfshin fusha të ndryshme kulturore, artistike. Qëllimi i tyre është nxitja e jetës komunitare dhe promovimi i vlerave lokale që e karakterizojnë qytetin. Këto aktivitete do të çelen me javën e Alipashës, si dhe 60 vjetorin e këngës polifonike në skenë. Në javën e Alipashës, që mes kësaj jave ne kemi gati disa ditë kemi filluar dhe përfundon datën 25 qershor, përfundon me këngën me polifonin, me festivalin Bilbilat këndojnë në Tepelen. Ndërkohë gjatë kësaj jave kemi edhe 60 vjetorin e grupit polifonik të Bënçës, i cili mbush 6 dekada në skenë. Me të famshmit dhe të fuqishmit e polifonisë slave Golik Jaupi, Përparime Ziflaj, Agron Selimi dhe shumë të tjerë që nuk jetojnë, që kanë qenë pjesë e këtij grupi prej 6 dekadas, Dervish Guma e të tjerë, Muharrem Pulashi e shumë që kanë jetuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë grup polifonik mbi 60 vite. Gjithashtu një sër aktivitetesh do të organizohen edhe në muajin korrik në kuadër të agroturizmit. Dhe për turizmin do kemi një etnografi goxha të zhvilluar dhe të maturuar, do të kemi një kulinari goxha të zhvilluar dhe të mirë me çfarë asortimentesh dhe çfarë shërben Tepelena. Me këto nisma, Bashkia Tepelen vion të tregojë për kushtimin për të mbajtur gjallë jetën kulturore dhe qytetare, duke e kthyer në traditë organizimin e aktiviteteve që pasurojnë jetën e komunitetit dhe nderojnë vlerat kombëtare. Fluksi i lëvizjeve në pikat kufitare të jugut të vendit paraqitet i qetë, ndërsa vion në përpunimi normal i udhëtarëve dhe mjeteve. Gjatë 24 orëve të fundit në pikën kufitare të Kakavijës janë përpunuar gjithsej 5.477 shtetas në hyrje dhe dalje, nga të cilët 2.997 në hyrje dhe 2.480 në dalje. Pashtu janë përpunuar 1.756 mjete, me 959 në hyrje dhe 797 në dalje. Ndërkohë, në pikën kufitare të 3 urave janë përpunuar 265 shtetas, nga të cilët 108 në hyrje dhe 157 në dalje. Numri mjeteve të përpunuara ka qenë 140 me 65 në hyrje dhe 75 në dalje. Sipas shërbimeve kufitare, procedurat e kontrollit dhe përpunimit po kryen normalisht, ndërsa nuk raportojnë radha apo probleme në asnjërin prej 2 pikave kufitare.
Banorët e fshatit Jermë në bashkinë e Finiqit deklarojnë se nuk disponojnë certifikatat e pronësisë si të banesave, ashtu edhe të tokave bujqësore. Megjithatë, ata paguajnë rregullisht taksën vendore të pronësisë. Njësia vendore e Finikit disponon 60.000 prona në jurisdiksion e saj territorial, por vetëm 1/3 e këtyre pronave janë pagesur me certifikat pasurie. Kjo çështje është e mbartur prej 20 vitesh, ku drejtuesit vendor janë ankuar publikisht dhe janë drejtuar disa herë zyrtarisë qeverisë shqiptare për zgjidhjen e problemit. Situata në fshatin Jermë të njësisë administrative Aliko paraqitet akoma më e vështirë. Banorët arkohen për mungesën e certifikatave të pronësisë dhe deklarojnë se i paguajnë rregullisht taksat vendore të pronësisë. Kjo është problemi me kryesor që kemi neve, se vajtën di këto vite 35 vite dhe nuk kemi asnjë dokument, përveç që paguajmë tatimet në bashki, ne nuk kemi asnjë dokument ligjor që duhet nga shteti ose nga... Kjo përfshin shtëpit edhe tokat bujqësore? Shtëpit edhe tokat bujqësore. Asnjë banor i fshatit nuk e ka? Base kanë 5 truall shtëpie, ashtu certifikat shtëpie, po tokat s'ka marr asnjë njeri. Ka marrë ky problem rrugën e zgjedhjes? Akoma jo, presim. Jemi në pritje. Nuk na thonë gjë. Vetëm kur bën zgjedhjet, do të ndrejtim, do ta rregullojmë dhe akoma nuk kemi asnjë. Situata është kritike, sidomos në fshatin ton, sepse edhe kur janë bërë ndarja e tokave, këto ATM-t, ABT-t kanë dalë në bashkëpronësi, gjithë fshati po thonë se bashkëpronësi dhe ka probleme lidhur me ndarjen prapë të tokave, sepse edhe ndarja e tapive nuk ka shumë vështirësi. Juve si banor i paguani taksat? Paguajmë taksat. Pronës, po faktikisht jeni pa prona. Paguajnë, mos themi 100%, po shumica 80% i paguajnë pronat. Bile tani së fundi që doli një vendim i qeverisë që do bëhet falje fiskale. Bile ka bërë thirrje dhe bashkia që një pjesë e tyre 50% falen në qoftë se të paguhet pjesa tjetër e detyrime që kanë. Bile dhe kjo është gjë e mirë dhe shpresojmë që të bëhet një drejtim kjo. Keni shpresa ju se do të zgjidhet shpejt çështja e certifikatave të pronësisë? Njeriu rron me shpresa, gjithmonë me shpresa, por ngelet fjala prapë por. Gjithsesi, gjatë 7 viteve të fundit drejtuesit vendor kanë akorduar fonde të posaçme për rilevimin e pronave në mënyrë që të plotësohet dokumentacioni dhe të pajisen banor me certifikatat e pronësisë. Madje, ka filluar dhe bashkëpunimi i Bashkisë Finik me zyrën e Kadastrës Sarand për verifikimin në terren të pronave, siç ishte rasti i fundit në fshatin Aliko. U promovua sot në Gjirokastër libri Melodi poetike. Në të janë përmbledhur poezi të 5 poeteve të minoritetit etnik grek në Shqipëri, të përkthyera nga greqishtja nga Sotir Çati. Vargjet e poeteve të minoritetit etnik grek në Shqipëri u stacionuan sot në shtëpinë e gjeniut të letrave shqipe Ismail Kadare. Të përkthyera në Shqip nga Sotir Çati, ato erdhën të përmbledhura në vëllimin e titulluar Melodi poetike, i cili u promovua sot mes shkrimtarëve lexuesve gjirokastrit. Më pëlqen të quaj të tëra këto nota melodioze në pentagramin poetik. Prandaj dhe e quajtëm melodi poetike. Ishte një ide që lindi rastësisht. Nuk kisha menduar të shkruaja në një libër, thjesht e bëja për qejf. Dhe këtë poezi që fillova të përkthej një nga një, pastaj nga 2, nga 3, dhe filluan në cikle të tëra dhe u bën shumë. Thash pastaj, pse të ngelen në faqet e Facebookut edhe pas përmbledhjen në një libër që të ngelen të lexojnë dhe të tjerë? Amalia Qëndro është një prej 5 poeteshave, vargjet e së cilës janë botuar në këtë antologji. Ka nisur të shkruajë që në shkollë të mesme, po ka shkuar te lexuesi për herë të parë me një libër në 2021. Kanë botuar vjeshat e para në revistën Pionieri, pastaj duke vazhduar tek Gazeta Zëri Rinis edhe tek Gazeta Lajkovima. Vazhdova të punoj si gazetare në vitet 90 në gazetën Lajkovima. Më pas, kam ikur në Greqisë, kanë ikur shumica e njerëzve, edhe atje nuk kanë dalluar kur krijimtarin time të shkruar dhe të lexuar në letërsi.
Kur nxora vëllimin e parë poetik në vitin 2021 dhe vazhdova. Tani jam autore e 3 vëllime poetike dhe një novele dhe njëkohësisht jam pjesëmarrëse edhe në 14 antologji letrare me vjersha dhe poezi. Për mua të shkruarit është sikur bisedoj dhe shprehem. Është shprehja e shpirtit, është ato që nuk mund t'i thuash me fjalë, i thua me të shkruar. Që nuk përfaqëson vetëm një bashkëjetesë tekstesh poetike, por një mozaik estetik dhe shpirtëror. Antologji poetike, një përmbledhje ku 5 autorë ndërtojnë përmes vargut një univers multidimensional emocione, kujtese dhe reflektimi. Kjo antologji vjen si një polifoni poetike të 5 poeteve nga minoriteti grek në Shqipëri. Në këtë antologji, lexuesi gjen 100 poezi që mbajnë autorsinë e Anastasia Kacalida, Athina Papa, Lefteria Rajdo, Ndina Milo e Amalia Qendro. 170 sportistë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë u bën pjesë e Kupës së Shqipërisë në kickboxing. Ky organizim i Federatës Shqiptare, mbështetur nga Bashkia Gjirokastër, vjen për të 4 vit të resht në qytetin e Gurtë. Për të 4 vit radhazi Gjirokastra ka mirëpritur Kupën e Shqipërisë në kickboxing. Rreth 170 sportistë amator të këtij sporti u ndeshën sipas moshave, duke nisur që nga fëmijët. Në këtë garë u vure edhe prania e femrave. Ky është kampioni im e Kloan Cara, sapo fitoi ndeshjen e parë në kampionatin e kickboxit. Jam shumë krenar për të dhe çdo ditë po bëhemi më të fortë dhe po ecim më lart. Unë ndihem shumë mirë për fitoren time dhe forca e Kloan. Fitoria jote e para apo ke marrë pjesë? Jo, kam fituar 8 ndeshje dhe 1 humbje. Sot jemi në Gjirokastër, është Kupa e Republikës për të 4 vit radhazi, meqense më jepet mundësia të falenderoj kryetarin e bashkisë që na ka mbështetur çdo herë në sportin e kickboxit. Kemi rreth 12 klube, diku te 170 sportistë mos gaboj. Është një aktivitet super si që po shikoni pallati i sportit plot. I kemi dhënë Gjirokastrës për të dizajt i vit radhës gjallëri. Kemi vajza, kemi djem, plot pasion për sportin e kickboxit. Federata Shqiptare me në krye presidentin Alban Alikaj ka bërë një punë të shkëlqyer në vite për zhvillimin dhe rritjen e kickboxit në mbar vendin dhe shpresojmë të vazhdojmë me këtë ritëm dhe me mbështetjen edhe të bashkive si Bashkisë Gjirokastër besoj do të kemi sukses. Gjirokastra u përfaqësua në Kupën e Shqipërisë me 18 sportistë. Unë kam 6 vite që los karate, kam marrë në 2 ndeshje me publikun, kemi dalë barazim, unë dua shumë karate. Profesori më mëson që të ndeshem, të shikoj kohën e ardhme, është e mirë, është e keqe. Profesori më mëson të mbrojt në të ligën. Gjirokastra përfaqësohet këtu me 18 sportistë sot. Ky kampionat quhet Kupa e Shqipërisë dhe zhvillohet çdo vit. Gjirokastra përfaqësohet nga mosha 6 vjeç deri në moshën 22 vjeç që janë sportistët e mi sot. Deri tani kemi shkuar mirë, pothuajse kemi përfunduar gjysmën e sportistëve të mi. Kemi dalë diku mix, do thoja unë, me humbje barazime fitore. Shpresojmë tani këta gjysma tjetër e fundit të na ngrimë më lart akoma në nivel. Kemi vajza? Kemi dhe 2 vajza që përfaqësojnë klubin e Gjirokastrës sot. Akoma nuk janë ndeshur, shpresoj të dalim me sukses. Ky aktivitet sportiv u mbështet nga Bashkia Gjirokastrës, e cila vitet e fundit po i jep një rëndësi të veçantë organizimit të aktiviteteve të këtij lloji. Për të 4 vit, Bashkia Gjirokastër mirëpret këtu në Pallatin e Sportit, kampionatin e kickboxit. Është një kënaqësi shumë e madhe që jo vetëm kickboxi, po të gjitha disiplinat tashmë në Pallatin e Sportit kanë gjetur shtëpinë e tyre. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.